tronditse, duhet thënë, nuk e kemi parë nga kolegët e tij të tjerë këtë analizë, kemi qëndruar gjithë te politika, ka mashtrim, s'ka mashtrim, ka korrupsion, s'ka korrupsion, por sikur gjithçka të bëhej e drejtë dhe të bëhej drejt, do të ishte akoma më fatkeqësi për Shqipërinë. Ndaj kemi bezdisur inxhinierin Artan Simeqi në këtë mëngjes. Përshëndetje inxhinier. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit juve. Çështja është që, me thënë drejtën, na krijoi një përshtjellim të vogël analiza juaj mbi projektin, mbi punimin, apo qoftë edhe mbi fjalët e diskutuara, por ju kishit ndaluar edhe tek maketet, edhe tek ideja e njësive të shërbimit. A e pat që në sekondin e parë këtë problem, apo pas analizave ju doli që sikur të zbatohet projekti i parashikuar nga Zvërneci në Pishporo, do të ishte një fatkeqësi për zonën dhe ndoshta edhe më gjerë se aq? Në fakt, unë fillimisht dhe më thonë pash protestat e environmentalistave, pash deklararat e tyre për rreth 10.000 njësi, nuk e besova, si ka mundësi në një zonë direkt mes lagunës dhe detit të ndërtohen 10.000 njësi. Por, pastaj doli Edi Rama dhe tha që do investohen $4 miliard, do të krijohen 10.000 vende pune dhe gjitha kjo do të bëhet për 4 vjet. Këto shifra, dy të parat janë të tmerrshme, e treta është e pabesueshme. Okay. Në qoftë se më lejon, unë mund të filloj nga numrat e Edi Ramës, megjithëse unë natyrisht si numër politikani unë nuk është se i besoj ato. Analiza ime është bazuar mbi fakte dhe jo mbi deklarata. Por në qoftë se besoj numrat e Edi Ramës, $4 miliard të investuara. Ato në qoftë se bujarisht i japim $250.000 për një njësi banese, aty do të jenë 16.000 njësi banimi. Ajo është një qytet i madh, ndoshta pa sa Vlora sot, 50.000 banor. I ndërtuar thjesht sepse deshti Xharet Kushni dhe Edi Rama, kush do banoj aty, kush do ta drejtojë atë qytet e tjerë. Numri tjetër po aq i tmerrshëm është 10.000 vende pune. Ato na thonë, do hapen vende pune, shefi i madh. Po ku të gjenden të 10.000 punëtorë të kualifikuar që do të punojnë, do të ndërtojnë atë vend? Nga Vlora deri në Fier nuk më merr mendja se bëhen më tepër se 1.000 vet që janë gjendje që të punojnë në ndërtim dhe që po kërkojnë punë. Që do ngrihet gjithë Shqipëria dhe do vi të banojnë në Vlorë, ku do jetojnë të njerëz, ose do vinë nga Bangladeshi prap, ku do jetojnë, do të ndërtohet një qytet vetëm për të banuar këta njerëz. Do ndërtu një qytet për të ndërtuar një qytet. Ja. Unë jam në mosh, kur kam qenë në shkollë të mesme, kam punuar në ndërtimin e shtetit Komanit, aty ishin 4.000 punëtorë dhe ishte një qytet që banonin këta punëtorë. 3 lagje, që ishin zona A, zona B, zona C, ato të trija dukeshin si lagje qyteti. Imagjino këtë duhen 10.000 si mas Edi Ramës. Pra, ajo nuk është një plus për mua, është një minus shumë i madh për zonën e Vlorës. Gjoja një zonë turistike dhe do të mbushet tani me punëtorë, ta themi haptas nga Bangladesh.